Zhegrova, me ton drejtën është out, për shkak se sistemi që FODA e ka përzgjedh lejtar vrapus, lejtar që kryen detyrat. Në qoftë se ndryshon sistem, gjithë do ta sulmojmë pse ka ndryshuar, pse 5-4-1 është opcion. Në ato Qysh është luan jashtë. Qysh po thotë, 5-4-1? Ose lujke po dhe ke po me Sodin, fillim qysh ja nisi tani o të rek minutën në 15. Qose ke vrejt. Me kënë ka lujt me 5-4-1. Veç me Moricin që lujke pyk në fillim. E kë në Gjermani që po luan, që shukajmë kësë muzik, ku lujke? Majterhek të më konë 2, tani ishtini 2. Që ashtu e kumpon, ashtu e... Arsimi mire ka me Sodin, kur është fitu ndeshe këtu, Murici ka qenë përpara, Rahmani ka qenë prapa ti. Do më thënë vendosën në vertikale, jo në horizontale dy. Se ku mujtë me vrejt jashtë, ma shumë kena njët me këndërsume. Më ndryshon sistem, fara dhe në qofë se ndryshon, më mënej që gabon, por në këtë sistem që lunë kë Zhegrova, me ton drejtën është out, për shkak se sistemi që FODA e ka përzgjedh lejtar vrapus, lejtar që kryen detyrat në fazën defanzive, edhe në fazë ofanzive janë sakt në kohën, timing. Kështu që taktikisht të disciplinum, jo që Zhegrova nuk kryen detyra, por që rezultatit kanë dhënë drejt FODA-s me vazhdu me sistemin e njëjtë, edhe mbase me dalë të lista e ftum, mund t'ja qëllojmë prof edhe me lejtar 80% se kush mundet me lujtë ose 100%. Kështu që në qofë se nga kërkohet një gjë të tillë. Por, saj përket sistemit nuk besoj që ndryshon. Edhe nuk do dëshiroja me ndryshu për shkak se lejtarët e kanë kap jashtëzakonisht mirë atë mënyrën se si trajneri FODA kërkon me lujtë. Po, të kësa shohëm edhe foto nëmër 4, listën e futbolistëve të ftuar nga përzgjedhësi i Shqipërisë Silvinio për ndeshjen ndaj Polonisë, e cila gjithashtu pra do të zhvillohet me 26 mars. E mirë, kjo është lista e selektorit Silvinio. Shqipëria po ashtu ditën e njëtë në të njëjtën kohë me kombëtarën e Kosovës do të luajë ndeshjen ndaj Polonisë si mysafir, dhe kjo është lista që ka bërë publike Silvinio, natyrisht me disa ndryshime, dhe vlen të theksoj që ku së dashur është edhe Bujar Plana, i cili se fundmi tashme ka zgjedhur kombëtarin e Shqipërisë, Plana i cili vetëm pak vite më parë ka qenë te Kosova U21, dhe tashme shohim në listën finale që do të jetë pranë ndeshjen ndaj Polonisë ditën e njëjtë, dhe natyrisht tek Shqipëria ka pasur reagime të shumta, sepse e dim faza sulmuese me Armando Brojen që vazhdon të mos jetë në formën e duhur, por risi në këtë listë është edhe ardhja e sulmuesit e Ipswich Town, Anis Mehmeti, i cili është pritur shumë mirë nga tifozët ftesa e këtij për ndeshjen ndaj Polonisë.